Një qershori vjen si një ditë plot ngjyra, buzëqeshje dhe gëzim sepse është dita e atyre që mbushin botën me dritë fëmijëve. Në këtë ditë veçantë, fëmijët festuan me lojra, këngë dhe aktivitete që i bën ata të ndjehen të veçantë. Është një ditë kur prindrit dhe gjithë shoqëria bëhen bashkë për të treguar dashurinë dhe përkushtimin ndaj brezit të ri. Mrekullia e mrekullive, janë dëshirat e fëmijëve, së strinë do turp. As dita as natën që luajnë mbi samat, e të fusin e të lashe, mamit kur i shkojnë a pas, e të në minteredio me mero e ti. Në qeshore në festa jonë, për të zena në gëzon, anë e kandra e utim, mbushe kanga gjithë gëzim. E bukur pranvera, për sërina erdi, lullet plot erë, anë mbani qelin. Leta e një flutur, bashkë fluturuan, me një lule të bukur të dyja qëndruan. Të lumtur në kopës në shërme të dodi, me këngë e belodra me gazë me di. E pemet e kopshi më shumë gjerpëroj, e këngët e zoqve me bukurie hojnë. Tring, tring, tringëllon, sa e ambël zilja jo, dhe nëse më bërgas në sel, kur në prete në përqel, lashe topi në shtëpi, dhe buzët vara pak, pse moj mami më zdoluaj, për vetëm lexoj e shkruaj. Ju uroj të gjithë festën e një qershorit gëzuar. Kjo festë është një kujtesë për të gjithë se fëmijët janë e ardhmja jonë dhe meritojnë dashuri, kujdes dhe një jetë të lumtur.